Qeveria shqiptare pritet të japë me koncesion tek privati shërbimin e operimit të trenave në linjat hekurudhore. Ministria e Infrastrukturës në bashkëpunim me programin Koneta 2, që financohet nga Bashkimi Evropian, janë duke shqyrtuar disa propozime për t'ia kaluar privatit shërbimin e trenave të pasagjerëve në rrjetin hekurudhor shqiptar. Vendi ynë po parafron politikat e saj të transportit me BE-n si pjesë e procesit të antarësimit. Lajmin e jep revista britanike Railway Gazette International, e cila në një shkrim të saj thotë se shërbimet e pasagjerëve do të operojnë kryesisht në korridorin Durrës-Tiranë-Rinas, me shtrirje të mundshme në të ardhmen në Hanin e Hotit në kufi me Malin e Zi dhe Pogradecin në kufi me Maqedoninë e Veriut. Operatori i përzgjedhur i trenit pritet të furnizojë dhe mundësisht do të mirëmbajë mjetet lëvizëse të reja, të përdorura ose të dhëna me qira, dhe gjithashtu mund t'i kërkohet të mbledh tarifat e biletave të udhëtimit. Kohëzgjatja e kontratës dhe modeli i shpërblimit do të përcaktohen bazuar në rezultatin e konsultimit të tregut, duke marrë parasysh periudhën e funksionimit të mjeteve lëvizëse, koston e mobilizimit dhe nevojën për të siguruar një tender konkurrues, shkruhet mëtej në artikullin e medias britanike. Punimet në hekurudhën Tiranë-Durrës-Rinas, një projekt që po realizohet prej disa vitesh në bashkëpunim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ende nuk janë përmbyllur. Tenderi për dhënien me koncesion të trenave pritet të zhvillohet në 3 mujorin e 3 të këtij viti, ndërsa operacionet parashikohen të fillojnë në 3 mujorin e 3 të vitit të ardhshëm.